Hello, mirëmëngjesi. Sot ishte një nga këto ditët të cilat nuk arrita të pija kafe sapo u zgjova, kështu që vura djalin në gjumë edhe pastaj piva kafe me qetësinë time. Ndërkohë kishte sistemuar dhe pak shtëpinë, por nga që djali losh kryesisht në sallon, ka në çdo cep lodra, por s'ka gjë, çdo gjë ka bukurinë e saj. Kështu që unë pi kafen, ndërkohë shikoj ndonjë video në televizor, edhe sot për fat të mirë kishte edhe kohë shumë të bukur, edhe ishte ditë e shtunë, kështu që burri im vinte më shpejt nga puna dhe kishim pak kohë për të dalë, të shëtisim, të kalojmë bukur. Unë mezi pres këto të shtunat, me thënë të drejtën, edhe të diellat, kështu që po këtu tani u zgjua djali dhe nuk kam filmuar më deri në momentin që kemi dalë. Këtu në Gjermani bën këto shtëpiat e vogla që pi verë të ngrohtë tani për Krishtlindjet dhe është një atmosferë super e bukur, kaluam shumë bukur, pastaj ikëm, vajtëm një xhiro te DM-ja dhe pashi kishim përshiglam, wow. Ikëm me vrap edhe bëm një ndalesë në McDonald's, hengrëm pak, jo të shëndetshme, po nejse erdhëm në shtëpi dhe kështu natën e mirë.